Kryeministri Izraelit Benjamin Netanyahu ka pranuar ftesën e presidentit të Shtetet Bashkuara Donald Trump për të bashkuar bordit të paqes, njoftoi zyra e tij të mërkurën. Bordi është një iniciativë që synon zgjidhjen e konflikteve në botë, duke filluar me rripjen e Gazës si pjesë e fazës së dytë të planit paqes së Shtetet Bashkuara dhe do drejtohet nga vetë Trumpi. Bordi i paqes fillimisht ishte parashikuar si një grup i vogël udhëheqësish botëror që mbikëqyrnin planin e armëpushimit në Gaza. Por ambicet administratës Trump janë zgjeruar me një koncept më të gjerë dhe presidenti amerikan ka drejtuar ftesa 10 kombeve, duke lënë kuptohet se së shpejti do të ndërmjetësojë konfliktet globale. Antarët e bordit ekzekutiv përfshin sekretarin e shtetit Marco Rubio, të dërguarin e Trumpit Steve Witkoff, dhëndrin e Trumpit Jared Kushner, ish kryeministrin britanik Tony Blair, CEO and Apollo Global Management Mark Rowan, presidentin e Bankës Botërore Ajay Banga dhe zëvendëskëshilltarin i sigurisë kombëtare të Trumpit Robert Gabriel.